shumë herët, shqyqoni, thash edhe para disa ditet të kjo, Fidan, ju e dini që unë zotin Konjufca e konsideroj mik. Zotin Konjufca është mik i të gjithëve, është politikani ma nacional në Kosovë. është mirë, po. Po du me po vota, po flas, po. Qysh ka mundësi me sjell një kandidat në kuvend pas krejt asaj situati, pas krejt ati spektali, kishe pe gjem një kandidat konstitucional. As ka bre veç edhe një fjali. As pas ka bre Kosova njerës me integritet. As pas ka Kosova njerës me dignitet. As pas ka Kosova intelektual njerës të cilët jenë të dëshmum për vendin. Zotit Tahiri, pajtona plotësisht, për nështë ta këtë pyetje du të mjafshtru juve opozitës, pse opozita nuk arriti ta ketë emrin e kandidatit të vetë? E qka me bona përveç se me 21 janar ju kemi drejtu kolegëve tonë për me pas një kandidat konsensual. Po s'keni ofru, Zotit Tahiri, s'ke shtrot pyetja pse s'keni ofru kandidat. Ti shtoja pyetjen tjerëve, unë e flas vetëm për grupin parlamentar të Demokracisë e Kosovës. Nuk është ftu në asnjë diskutim, nuk është ftu në asnjë takim, nuk na u kërku asnjë vot. Qëndrimi jonë ka qenë shumë i saktë. 6 vota i ke për qeverinë ja pafshajrë. Zotit Tahiri. Ministri i kje, mirë po për president si ke. Unë fol gjeni një kandidat konsensual. Zotit Tahiri, për raportot deri me tani në përmedia si pas burimeve në ora 7 është tiret, po pritet të mbat një seancë e jashtëzakonshme ku pritet votot presidenti. Ka diçka konkrete, Zotit Tahiri? Ka një informat, keni marrë ndonjë ftesë zyrtare nga kuvendi, konkretisht nga kryesia e kuvendit? A ka shans sonte për një seancë e jashtëzakonshme? Deri me tani nuk më ka ardhur asgjë në emailin tim zyrtar, as në grupin parlamentar të Aleancës për Armiqi i Kosovës. Populli i Kosovës dhe deputet janë të informu për i medjave, jo për i kanale zyrtare. Okej, presim Nora, tash visa ma bojnë me dje, kryetarja kuvendit zoni Aziu, Nora 6:30, pas ka paralajmëruar një konferencë. Zotit Tahiri, në falenderoj shumë për korekcim, falenderit shumë për gatishmërinë, falenderit shumë njerët në këtë kohë mbedhon për rëndësim, këtë kohë kërë nuk kemi të qartë asgjë. Falenderit shumë, Zotit Tahiri. Respekt. Falenderit shumë. Tash më që kemi zyrtarisht në qendrim të tillë, nga Aleanca për Armiqin e Kosovës, tentojmë të marrim një përrëndësim të shkurt nga shefja e grupit parlamentar dhe të LDK-s, zonja Jona Lushaku, të shohim se cili do të jetë qëndrimi dhe pozicioni i LDK-s ka rështitin e dimit. Tash më që kemi zyrtarisht qëndrimin. Johon, përshëndetje, po tras live drejt për drejt për emisionit. Jom live, Johon. Mos po të pengoj. Jom të marrë ka një përrëndësime të shefave e grupet parlamentar. E mora vesa mora me Tahirin, konkretisht e lexova edhe reagimin e juaj deklaratës. Johon, po flitet që do të ketë sonte një seancë. Keni ftesë zyrtare për një seancë jashtëzakonshme për sonte për votimin e presidentit? Paradoksalisht, jo. Po dëgjojmë shumë që edhe nominimin e pam prej faqës zyrtare të vetëvendosjes, po nuk kemi as ftesë, as nuk kemi parë ndonjë dokument që flet për nominim zyrtar. Johon, do të merrni pjesë në votim? Në rast se mbat, keni po cilësh qëndrimi dhe pozicionit. E lexova komunikatën. Deklaratën zyrtare të partisë e keni parë. Po e presim ftesën, mbledhemi si grup parlamentar, edhe vendosim për qëndrimin zyrtar që do ta mbajmë në seancë, por është shumë e çuditshme që pas një kohe kur është prit një konsensus ose një marrëveshje politike, po bëhen veprime të tilla për një post kaq të rëndësishëm në sistemin tonë politik. Johon, domon deri me tani nuk keni asnjë ftesë zyrtare që ka gjatë sonte për një seancë jashtëzakonshme. Jo, Fidan, besom që jo se edhe për neve është jo e çuditshme, po në një farë mënyrë është komplet e papërgjithshme që në këto orë të vona dëgjojmë që do të thirret një seancë, dëgjojmë që do të ketë nominim nga partia më e madhe, edhe ne nuk e kemi as kohën e mbajtjes së seancës edhe as vendimin për ta thirrur. Jo, qëndrimi i pozicionit qartë i LDK-s që nuk merrni pjesë në votim pa marrëveshje politike. Ka diçka ndryshim pas këtyre dy takimeve të fundit apo ky është qëndrimi dhe pozicioni zyrtar? Jo, ne nuk kemi momentalisht, domethënë nuk ka asnjë ndryshim qëndrimesh, për aq kohë sa nuk kemi as zyrtarisht një emër për të cilin marrim vendim, po edhe as për thirrje të seancës. Johon, ju kisha lutur që na lëni derisa të kemi diçka të qartë konkret. Nora 6:30 kryeparlamentare para një konferencë për media, metet më pas sigurisht deri atëherë
se çka po ndodhi. Unë faleminderit shumë për gatishmërinë, një herë kërkoj falje, ndoshta ju sita për aktit prim, po zero informacion edhe ju thjera drejt për drejt, mes që qillej pikërisht minutat e emisionit të gjithë këto zhvillime politike. Faleminderit, ju e dini se nuk është natyrë e emja funksionimit të tillë. Faleminderit shumë Jon. Faleminderit shumë.